Dritan, një nga çështjet që po diskutohet dhe nisem nga deklarata e kryeministit Rama dje në lidhje me mundësinë e një goditje të Iranit ndaj Shqipërisë, e cila është bërë në një farë mënyrë edhe kryelajmi i këtyre ditëve. Rama pak a shumë deklaroi që nuk ka asnjë shans për shkak se duhet kaloj 2-3 vendet NATO-s. Si qëndron e vërteta? Jo vetëm Rama, po unë kam parë edhe shumë njerëz të tjerë që cilët dalin. Më vjen keq që Rama është kryeministri i Shqipërisë, pa nuk është ekspert i fushës, nuk e ka idenë. Nuk e di a ka pyetur apo si ka pyetur ekspertët e fushës, pra ata që ka si këshilltar ushtarak të tjerë. Pra nuk di ta them për këtë se çka ka bërë Rama, por deklarata e Ramës është totalisht e gabuar. Ashtu siç është edhe shpjegimet që ata të tjerët që kanë dhënë nëpër televizore janë të gabuara, edhe nëpër media. Pse janë të gabuara? Është shumë e thjeshtë. Të gjithë flasin për një mbrojtje, pra aktualisht Shqipëria është pjesë e asaj, është nën mbrojtjen e integruar të ajrore dhe raketore të NATO-s. Pra ekziston mbrojtja e integruar ajrore dhe raketore e NATO-s. Po. Dhe është kjo që shihni juve, mbrojtja e integruar ajrore dhe raketore e NATO-s. Pra, është kjo baza në Kryeçik, që është radari që tham X-band radari për raketat satelitore që kanë 1000 kilometra rrezën, pra ajo që tham pak më parë që mund goditej nëse po. Kjo. Janë anije destroyerët që kanë të pajisur me sistemin Aegis, po jo këtu, aktualisht janë këtu. Pra, Aegis janë sistemi antiraketor balistik që kanë Shtetet Amerikës. Dhe, po nuk janë këtu, ku është kjo, po janë këtu aktualisht. Pra, janë në këtë pjesën e Izraelit. Pra janë në mbrojtjet e Izraelit, janë vendosur këtu. Është një fregat holandeze, cila ndodhet në anën tjetër të Italisë. Është sistemi Aegis në Romani, pra në Romani kemi edhe sistemin Aegis edhe raketor, edhe satelitor në Devesolo të bazën NATO në Romani. Dhe Shqipëria është kjo që shihni këtu. Sepse kur je afër të humbet Shqipëria është kjo këtu. Shqipëria është këtu. Atëherë, do të kemi një gjë parasysh që ata Rama dhe ata që kanë shpjeguar Ramës dhe ata që kanë folur deri më sot e shpjegojnë sistemin raketor, sikur sistemi raketor kemi të bëjmë me sistem raketor cruise. Atëherë, raketat cruise është e vërtetë që për të lëshuar një raketë cruise ato kanë një trajtore dhe raketat cruise nuk dalin nga. Duhet të kemi foto Dritan, nëse të duhen. Raketat balistike funksionojnë në mënyrë tjetër. Shikoni, kjo është raketa balistike. Pra, raketat cruise kanë këtë trajektore. Raketat cruise. Pra, kemi vendin e lëshimit, edhe objektivi që ta zëmë është Shqipëria. Dhe kjo është brenda atmosferës. Pra, kjo është brenda atmosferës dhe ka këtë. Dhe brenda atmosferës i bie që ti të kalosh mbi hapësirën ajrore të Turqisë, mbi hapësirën ajrore të Greqisë. Në këtë moment. Dhe në këtë moment kapesh nga raketat Patriota, sepse është e vërtetë që kapesh. Kurse sistemi balistik, raketa balistike ka një formë epileptike. Epileptike. Ka formë kështu, jo Okej. Ka këtë formën që lëshohet. Pra, lëshohet lart, jo epileptike, se është e gabuar. Elipse. Po. Pra, lëshohet në drejtim. Këndi nuk është ky. Pra, këndi varet në varësi të largësisë, duke qenë se Shqipëria është 2000 kilometra larg. Pra hyn te raketat balistike me rrezet mesme veprimi. Dhe raketat me sa më larg ti jesh, aq më drejt është këndi lëshimit, pra sepse aq më larg duhet shkojë. Pra nuk është ky, është më drejt këndi. Dhe ç'a bëjnë këto raketat balistike me rrezet mesme veprimi? Ç'a bëjnë? Pra aty ku ishim, edhe këtu jemi, edhe këtu. Pra kjo është si funksionon raketa. Pra lëshohet raketa në mënyrë të drejtë. Dhe raketa del nga hapësira ajrore, pra del nga atmosfera e tokës. Dhe shkon në një lartësi nga 100 deri 250 kilometra larg mbi tokë. Pra, kalon në këtë moment. Në momentin që del nga hapësira e tokës, ti nuk mund të thuash më që kjo raketë kalon mbi hapësirën ajrore të Greqisë, nuk kalon më mbi hapësirën ajrore të këtyre vendeve. Sepse hapësira ajrore është brenda atmosferës tokës. Kjo del jashtë atmosferës tokës. E qartë. Pra, në moment që del jashtë atmosferës dhe vjen dhe hyn në atmosferën e tokës, hyn mbi hapësirën ajrore të vendit. Që është, pra mbi Shqipëri. Pra nuk e vërtet. Në këtë. Dhe në moment që hyn mbi Shqipëri, atëherë sistemi raketor mbrojtjes kundërajror për të eliminuar këtë raketë duhet të jetë maksimumi 50 kilometra larg nga raketa cilën do azjososh. Atëherë po të na ndihmoj me atë të parën. Po, këtu. Tashmë ne vëmë. Shqipëria është këtu. Pra raketa vjen që andej kalon mbi atmosferë, pra, del nga atmosfera dhe hyn. Në momentin që hyn në atmosferë, raketat që do përdoren janë raketa 2000 kilometra larg. Janë Korasham edhe të tjera. Gjitha raketat Korasham kanë një kokë prej 1000 ton, prej 1 ton. 1 ton. Pra 1000 kilogram minimalja kanë eksplozimin. Dhe këto raketa në momentin që hyn në atmosferë, janë raketa gravitacionale.
Pra nuk kanë më motor në moment që në atmosferë. Po për shkak kanë një kokë të manovrueshme gravitacionale dhe arrihet shpejtësia e tyre shkon 8 deri 12.000 km/h. Po. Pra dhe nuk pavarësisht se radari dhe këto nuk i kap radari kur lëshojnë, por këto i kapin satelitët. Pra se raketat që dalin nga hapësira i kap satelitin. Nuk i kap për shembull sistemi Aegis dritan? Jo, Aegis nuk e kap. Aegis e kap në momentin që hyn në atmosferë. Po. Në momentin që hyn në atmosferë në bashkëpunim me satelitin, sepse për llogaritet shpejtësia dhe edhe distanca, e kap në momentin që hyn në atmosferë në Republikën e Shqipërisë. Dhe, por si thash, që ta azjesoj duhet që 50 km. Kjo anija duhet të jetë 50 km larg, sa pra duhet të jetë në brigjet e Shqipërisë. Anija, ose duhet kesh sistem raketor, pra këto raketa të mos jenë në Rumani, po këto raketa të jenë diku në Kosovë, në Maqedoni ose në Shqipëri ose në Malzi të vendosura. Ne në këtë rajon nuk ka asnjë, siç e shihni, kjo është një hartë e NATO-s. Pra, ja ku është Missile Defense NATO Capabilities. Pra, në këtë rajon nuk ka asnjë sistem raketor kundëror. Pra, në rast se Irani vendos të lëshojë këtë raketë në drejtim të Shqipërisë, nuk ka asgjë që na mbron nga kjo. Asnjë gjë. Raketa detektohet. Pra, sistemet e NATO-s e detektojnë raketën, por nuk kanë kapacitete që ta godasin raketën. Plus do të kemi që parasysh që anija, edhe ky sistemi Aegis-2, aktualisht kanë vetëm 12 tuba lëshimi. Pra, në 12 tuba lëshimi kanë 12 raketa të gatshme për të lëshuar. Dhe në rast se Irani do sulmonte, objektivi neve nuk jemi objektivi tillë që Irani ta harxoj, ta themi, sepse siç kemi thënë, për një raketë që vjen ti duhet lëshosh 2 raketa. Po. Pra, domethënë ka 12 tuba. Pra, me 6 raketa harxojnë 12 tuba. Pra, i duhet të lëshoj 7 raketa. Po 7 raketa duhet të kesh objektiv shumë madh. Objektivi në Shqipëri nuk ka vlerën e raketave. Prandaj neve nuk cënohemi nga ajo për shkak se nuk kemi vlerë si objektiv. Ndërsa për sa i përket mbrojtjes, ne jemi totalisht të pambrojtur në këtë aspekt. Pra kushdo që e ka shpjeguar, nuk jemi objektiv aktualisht, nuk jemi objektiv, sepse kemi rëndësi si objektiv, kurse për shkakun e mbrojtjes ne nuk absolutisht nuk mundet askush të na mbrojë në rastin e lëshimit të një rakete. Pra jemi totalisht të pambrojtur në këtë aspekt. Gjithë Europa ashtu drita. Absolutisht, jo, Evropa sepse italianët kanë sisteme raketore të tyre. Kurse ne s'kemi asnjë sistem raketor. Afër. Pra italianët mund të tentojnë ta godasin me raketat e tyre, se kanë raketa të tyre, kanë sisteme raketore të tyre. Neve nuk kemi asgjë. Fare. Pra ne nuk mundemi. Për këtë arsye neve në kohën e diktaturës proletariatit, që ishte ajo, ne kishim sistemet raketore të shpërndara, pra regjimentet e raketave kishim të shpërndara në Republikën e Shqipërisë në atë territor që çdo bazë raketore të ishte minimalja 45 km larg raketës si do azisonte. 45 është distanca. Po, 45 është distanca. Edhe NATO e ka 50 km maksimumin e distancës. Sepse siç thash, kemi të bëjmë një raketë balistike e cila e ka shpejtësinë 10.000 km/h. Pra ti nuk mund të jesh 200 km larg, ose kjo pika në Rumani nga Shqipëria është 450 km larg. Ti s'mund të jesh 450 km larg për të kapur një raketë që vjen me 10.000 km/h, sepse nuk e kap dot. E qartë. Pra koncepti i kohës. Për këtë arsye është e limituar distanca 50 km. Dhe në këtë 50 km Shqipëria është 300 km nga veriu jug komplet. Pra ti nuk ke asnjë lloj mbrojtje. Prandaj jemi totalisht të pambrojtur. Në aspektin por, shqyr Zotit, pra, dhe kjo duhet të shpesh ne objektivi për cilin njerëzit flasin, pra ajo qendra në Manz, nuk ka vlerën e raketave që duhet përdoren për këtë. Kështu që trim. Sepse gjithçka është bërë, objektivi nuk e tejkalon vlerën e raketave. Edhe për këtë arsye iranianët as që kanë për ta marrë mundimin ndonjëherë për të lëshuar në raketë në drejtim të Shqipërisë.